Mirëmëngjes të dashur Demër, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është tretë Rafaelit. Shpeshherë mendoni se s'keni asnjë arsye për të festuar, të dashur Demër. Ndonjëherë dhe ndihemi kështu, jo vetëm ju, të gjithë ne ndihemi kështu. Por kjo letër ju kujton që gëzimi vjen nga gjërat e thjeshta. Një takim me njerëz të zemrës, një lajm i mirë, sado i vogël, një ndjesi lidhje me të tjerët. Mos harro të dashur Demër që nuk jeni vetëm, edhe nëse kështu po ndiheni ndonjëherë. Keni nevojë vërtet për një gëzim, keni nevojë vërtet për një ndryshim, për të ndarë, për të biseduar, për të qeshur, një kafe të sinqert apo thjesht një përqafim. Kjo letër është ftesë për të dalë nga vetmia, për të ndarë momente me të tjerët. Është gjithashtu shenjë që një lajm i mirë është rrugës dhe kjo ndoshta do ju bëj, do ju motivoj më shumë. Që mund të jetë me marrëdhëniet, familjen ose diçka që vërtet do ju prekë zemrën. Pra, të gjitha këto janë që të bëni një hap para, të mos ndiheni vetëm, nga që keni shumë arsye për të ecur përpara dhe keni shumë arsye për të qenë mirënjohës me ato që keni, të dashur Demër.